Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Sara Hoxha konfirmon finalisten e 3 të Bikut, del fotoja. Producentja e njohur Sara Hoxha ka ndezur rjetin me një postim në Instagram që shumë fansa po e konsiderojnë si konfirmim të heshtur të finalistes së 3. Në foton e shpërndar nga Sara shihet pamja nga prajmi i fundit i spektaklit, i cili ka grumbulluar mbi 2.7 milion shikime në YouTube. Një sukses jashtëzakonshëm për produksionin. Por ai që ka tërhequr më shumë vëmendje nuk janë shifrat, por fytyra e zgjedhur për këtë foto, e cila është Egli Tako. Fakti që Sara ka zgjedhur pikërisht Eglin për ta vendosur në qendër të këtij momenti, ka ngjallur shumë dyshime se ajo mund të jetë finalistja e 3 pas Rozanës dhe Laertit. A është ky një spoiler i qëllimshëm apo thjesht një zgjedhje rastësishme? Në mungesë të një konfirmimi zyrtar, mbetet për të parë në prajmin e radhës nëse dyshimet do të shndërrohen në realitet.